Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka miratuar një kërkesë të kreut të SPAK Lodian Braho për shtimimin e masave të mbrojtjes ndaj ish-kreut të Prokurorisë së posaçme Altin Dumani, që aktualisht mban detyrën e prokurorit dhe drejtuesi seksionit për marrëdhëniet me jashtë. Vendimi është marrë nga një komision i posaçëm për mbrojtjen e prokurorëve që vepron pranë KLP dhe mësohet se është bazuar në vlerësime të kryeprokurorit për presionet të shtuara dhe rreziqeve potenciale që burojnë nga dosjet të ndërlikuara penale që Dumani ka hetuar ndër vite. Megjithatë, të dhëna konkrete nuk konfirmohen dhe ndodhen vetëm në duart e strukturës së ngarkuar për të ruajtur dhe mbrojtur prokurorët e posaçëm. Si drejtuesi SPAK, Altin Dumani ka pranuar se prokurorët e SPAK janë përballur me kërcënime dhe presion për shkak të hetimeve ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Vijon një presion i jashtëm nga aktor politik, mediatik dhe krimi organizuar i cili rrezikon integritetin institucional dhe të prokurorëve. Për shkak të detyrës si drejtuesi SPAK dhe dosjeve të bujshme që ndiqte personalisht, Altin Dumani ka pasur një mbrojtje të rreptë deri në fund të mandatit në krye të prokurorisë së posaçme për të zëvendësuar nga Lodian Braho. Përveç këtij, komisioni i posaçëm mësohet se ka miratuar masa të zgjeruara sigurie edhe për prokurorë të tjerë të strukturës, përfshirë Dritan Prençin, të angazhuar në hetime ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Shefi i SPAK Lodian Braho dhe kreu i gjykatës antikorrupsion Erion Bani, ndërkohë sipas procedurës janë në mbrojtje dhe shoqërohen me eskort. Edhe prokurorët Adnan Xholi dhe Vladimir Mara po ashtu janë në mbrojtje të posaçme për shkak të kërcënimeve për çështje të lidhura me detyrën. Më herët në mbrojtje është vënë prokuroria Doloreza Musabelliu pas dëshmisë së të penduarit të drejtësisë Artan Tafani, sipas të cilit magjistratja ishte në shënjestrën e Laer Taxhiut. Sipas vlerësimit të SPAK, rritja e sigurisë synon që të garantojë ushtrimin e pavarur të funksionit të prokurorit pa presion apo kërcënime, si dhe të mbrojë integritetin personal të magjistratëve që trajtojnë çështje me interes të lartë publik.